Muzika kërkon shumë punë, shumë angazhim, edhe nëse mendon që e ke arrit cakun e caktum, ke gabu, sepse muzika gjithmonë evoluon. Si 15 vjeçar kam fillu në dasma. Tash u boni periudhë bëhe gjatë kohore, diku afërsisht 20 vite që mendoj që i them vetit që jam profesionist sepse i kam 20 vite përvoj pune dhe kam një band cili është 13 vjeçar me mu, i pandryshushëm edhe vërtet e kemi kriju një farë stabiliteti, një farë pjekurie muzikore që me thonë, po me u kthy prap të fillimet nuk ka fillim të lehtë, ka fillim të vështirë sepse imponosh prej njerëzve, jo krejt njerëzit thojnë që mirë, bravo. Mandej kur je i ri edhe kritikat i merr si ofendim, nuk i merr për shembull në aspektin e mirë. Edhe unë mendoj që çdo fillim është ndoshta shumë më i vështirë se sa që njerëzit e perceptojnë. Unë kam pas fatin me pas njerëz të mirë afër vetit, me pas njerëz që më kanë përkrah, me pas një familje që kuptojnë skenën, kam pas prej kujt me marrë këshilla, edhe faleminderit Zotit tashma jam veç në një nivel të mirë të punës, po asnjëherë i kënaqshëm. Normalisht muzika kërkon shumë punë, shumë angazhim, edhe nëse mendon që e ke arrit cakun e caktum, ke gabu, sepse muzika gjithmonë evoluon, ti duhesh me pas background shumë të madh, duhesh me pas ambicie shumë dhaja me kriju pasaport, me kriju identitet tonin këngë të reja, sepse kënga e artistit, kënga është pasaport. Çka me thonë, kemi shembuj shumë të mëdhej që mundemi me i marë, sepse kemi një Sabri Fizullah që i ka sa vite i ka mbi 10, ndoshta edhe çdo muj bën këngë, domethënë nuk ka rëndësi se sa vite jenë skenë, ka rëndësi se çfarë produkti sjell në të ardhmen.